Do të vazhdojmë sot serim nga Ungjilli i Gjonit. Kemi arritur në kapitullin 3. Tani për të verifikuar saktësinë e atyre që unë lexoj dhe them, ju lutem keni një Bibël, keni mungesë stafi, nuk e shfaqim dot. Kështu që mirë është të hapim në Gjoni 3, por do të lexojmë nga vargu 23 i fundit të kapitullit 2 deri në vargun 12 të kapitullit 3. Dhe kur qenë në Jeruzalem për festën e Pashkës, shumë besuan në emrin e tij duke parë shenjat që bënte. Por Jezusi nuk u zinte besë atyre, sepse i njihte të gjithë. Dhe sepse nuk kishte nevojë që ndokush të jepte dëshmi për njeriu, sepse ai e dinte ç'ishte brenda njeriu. Midis farisejve ishte një njeri me emrin Nikodem, një krej i judejve. Ky erdhi natën te Jezusi dhe i tha: "Mësues, ne e dim se ti je mësues i ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë shenjat që bën ti, në qoftë se Perëndia nuk është me të." Jezusi u përgjigji dhe i tha: në të vërtetë po të them, që nëse një nuk lind përsëri, ai nuk mund të shohë mbretërinë e Perëndisë." Nikodemi tha: "Si mund të lindë një njeri kur është plak? A mund të hyjë ai për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të lindë?" Jezusi u përgjigj: në të vërtetë po të them se kush nuk lind nga uji dhe nga fryma, ai nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Çka lindur nga mishi është mish, dhe çka është lindur nga fryma është frymë. Mos u mrekullo që të thash, duhet të lindni përsëri. Era frymë ku të dojë dhe ti ja dëgjon zëri, por nuk e di nga vjen dhe ku shkon. Kështu është edhe çdo njeri që është lindur nga fryma. Nikodemi u përgjigj dhe i tha: "Si mund të ndodhin këto gjëra?" Jezusi u përgjigj dhe i tha: "Ti je mësues në Izrael dhe nuk i di këto? Në të vërtetë unë të them, ne flasim atë që dim dhe dëshmojmë atë që kemi parë, dhe ju nuk e pranoni dëshminë tonë. Nëse ju kanë folur për gjëra toksore dhe ju nuk besoni, si do të besoni nëse ju flas për gjëra qiellore? Nëse do të më kërkohej t'i lexoni një njeriu që po vdes dhe që ai njeri nuk e njihte Ungjillin, ndoshta do të zgjidhim të lexonim këtë kapitull si më të përshtatshëm për një rast të tillë. Dhe ajo që është e mirë për njerëzit që po vdesin është e mirë për të gjithë ne, sepse kjo është ajo që jemi. Dhe se sa shpejt mund të jemi në të vërtetë në portat e vdekjes, askush prej nesh nuk e di. Këtë tha Charles Spurgeon. Në vargun 1 të kapitullit 3, Gjoni thotë që ishte një farise me emrin Nikodem, dhe ky ishte një krej i judejve. Por në Gjoni 2 në vargun 23, lexojmë se Gjoni thotë që shumë veta besuan në Jezusi për shkak të shenjave që panë që ai bënte. Dhe njëri prej këtyre njerëzve ishte një burr me emrin Nikodem, që në fakt përfaqëson të gjithë njerëzit që Jezusi citon në vargun 25. Dhe Gjoni po na thotë se ekziston një besim i vërtet që nuk arrin të jetë besim shpëtues. Kush ishte Nikodemi? Ai ishte një farise. Në shekullin e parë farisejt respektoheshin gjerësisht për devotshmërinë e tyre të thellë dhe një dituri të thellë në ligjin e Zotit. Farisejt kishin bërë një betim solemn për t'ia kushtuar tërë jetën e tyre zbatimit të 10 urdhërimeve dhe për të jetuar të ndarë nga mëkati. Ata i studionin shkrimet me shumë zell, luteshin 2 orë ditë, i jepnin 1 të 10 gjithçka që zotëronin. E megjithatë, farisejt bën disa gabime themelore dhe shumë tragjike. Ata besonin se nëse punonin mjaftueshëm fort në rregullat dhe në ligjet, mund të shkonin drejt parajsës. Dhe në fakt, shumë prej nesh mund të bien në të njëjtën rrugë, duke menduar se janë mjaft fetar, sepse nuk vrasin, nuk vjedhin, nuk kryejnë tradhti, bëjnë një jetë të moralshme të mirë dhe etj. Kush ishte një farise, po ishte një antar i Sinedrit.
Nikodemi ishte pjesë e këshillit qeverisës të Izraelit. Këshilli i qeverisë hebre përbëj nga 70 anëtar plus kryeprifti dhe quhej Sinedër. Le ta themi kështu, në kulturën tonë ai do të ishte një profesor kolegji, do të ishte një gjykatës, me gjykatën supreme, një deputet ose një peshkop në kish, dhe të thënë ato të përmbledhura në një. Kështu ishte një antar i Sinedrit. Ai ishte një mësues shumë i respektuar. Vargu 10, Jezusi i referohet atij si mësues i Izraelit. Ai ishte në krye nga ana fetare, nga ana morale, nga ana shoqërore, nga ana politike, e megjithatë atij mungonte diçka. Njerëzit më të vështirë për të arritur me ungjillin nuk janë ata që janë rebelët, por për më tepër janë ata që mbahen më fetarët, sepse mendojnë se tashmë ata janë besimtarë. Kështu që mësimi i Jezusit sot është një tërheqje vëmendje. Ti nuk je një besimtar derisa të lindësh përsëri. Këtë thot Jezusi. Në vargun 2, kapitulli 3, ky njeri erdhi te Jezusi natën dhe i tha: "Rabi, ne dim që ti je një mësues i ardhur nga Perëndia, sepse askush nuk mund të bëjë këto shenja që bën ti, se Perëndia nuk është me të." Se erdhi Nikodemi natën? Po nuk e di me siguri. Ndoshta sepse nuk mund të rrezikonte reputacionin e tij, të shihej publikisht, ose ndoshta dëshironte të kishte kohë private për një diskutim më të gjatë. Po fakti që ai rrezikoi pozicionin e tij për të ardhur te Jezusi, flet për një nevojë, për një shqetësim e tij personal. Se mos ndoshta i mungonte diçka në fetarizmin e tij, dhe ky një mësues i mirë kishte këtë. Po ndoshta fjala natë e përdorur këtu mund të jetë gjithashtu një simbol i gjendjes së tij shpirtërore. Ai ishte në errësirë, vërtet. Sepse në të vërtetë ai në këtë pikë të jetës ai është në errësirë. Mënyra se si Gjoni shkruan dhe përdor shpesh herë në ungjille apo në letra fjalën errësirë, dritë, mund të përfshijë të dyja këto situata. Por kjo na çon në një të vërtetë të madhe të gjendjes së tij, të Nikodemit. Ai quan Jezusi rabi. I quan rabi që do të thotë mësues, por që në fakt Jezusi nuk ka ndjekur në një shkollë rabinike, një shkollë të miratuar. Sepse titulli i rabi do të thotë një mësues i madh, mësues kryesor. Po Nikodemi gjithashtu e deklaroi: "Ne e dimë që ti je mësues i ardhur nga Perëndia." Kjo është një lëvdat jo e vogël, e cila vjen nga një mësues si Nikodemi, një mësues i njohur në Izrael. Por përgjigjja e Jezusit nuk merret me çfarë Nikodemi shprehu, por merret me çfarë ishte pyetja e Nikodemit, e zemrës së Nikodemit në të vërtetë. Përgjigjja e Jezusit është një përgjigje që ka të bëjë me zemrën e tij. Jezusi shkon direkt në themelin e problemit. Dhe në Gjoni 3, vargu 3, Jezusi i them përgjigje dhe i thotë: në të vërtetë po të them, nëse një nuk ka lindur, nuk mund të shohë mbretërinë e Perëndisë. Dhe Jezusi po e thekson rëndësinë e asaj çfarë ai po deklaron dhe po i thotë. Ai e nis dhe thotë: në të vërtetë. Kjo shprehje është si një pikë çuditëse dhe përdoret 24 herë në Ungjillin e Gjonit. Ishte mënyra se si Jezusi prezantoi diçka tepër të rëndësishme, tepër të thellë. Është interesante që në gjuhën origjinale
fjala në të vërtetë dhe në të vërtetë është amen, amen. Nëse vejmë të Zbulesa 3:14, thuhet fjalët e amenit, dëshmitarit besnik dhe të vërtetë. Është e njëjta fjalë që përdor Jezusi këtu. Në gjuhën origjinale, fraza i lindur përsëri do thotë përsëri dhe nga lart. Ka kuptim të dy fisht, dhe ky kuptim i dy fisht tregon se Nikodemi duhet të rilind dhe të rilind nga lart. Kjo fjalë si sinjalizon një kusht të domosdoshëm. Kjo zbulon se nuk ka mundësi të tjera. E vetmja mënyrë për të parë dhe për të përjetuar mbretërinë e Perëndisë është përmes të rilindurit nga lart. Pavarësisht të gjitha njohurive të tij, Nikodemi u habit plotësisht nga ky mendim. Në vend që ai të merrte atë që deshte të bëhesh një fetar më i mirë, të shtonte jetës tij një akt fetar më shumë që të plotësonte devotshmërinë e tij ndaj Zotit, ai kishte nevojë për rilindje. Dhe Jezusi po i thot për atë që ai kishte nevojë. Me këtë fjali të vetme, shpëtimtari ynë, Jezus Krishti, e fshiu gjithçka që përfaqësonte ky njeri fetar. Si hebre, ai mendonte se ishte tashmë pjesë e popullit të Zotit, i pranuar në mbretërinë e Zotit. Si farisej besnik, si antar i Sinedrit dhe një mësues shumë i mirë në vend, ai ishte i sigurt dhe ishte i sigurt që ishte gati për mbretërinë. Por Jezusi e bëri të qartë Nikodemit, ashtu sikur se na i bën të qartë edhe ne. Nuk ka vend në mbretërinë e Perëndisë dhe përderisa ti të lindësh përsëri prej së larti. Më lejoni t'ju pyes, atë ka futur feja jote në një rutinë që po të çon në kalbje të shpirtit tënd? Të jesh i mirë nuk është kurrë mjaftueshëm, mirë, sepse nuk ka të bëjë me fen, ka të bëjë me rilindjen. Në vargu 4, Nikodemi është gati të kthehet në dhomën e lindjes. Dhe i thotë, si mund të lindë një ri kur është i moshuar? A mund të hyjë vallë për së dyti në barkun e nënës së vet dhe të lindë? Dhe Nikodemi nuk e kuptoi pikën e Jezusit. Sepse Jezusi nuk po fliste për lindje të dytë fizike, por për një lloj lindje krejtësisht ndryshe, një lindje shpirtërore. Lindja fizike na prezanton në botën fizike. Por nëse doni të hyjni në mbretërinë e Perëndisë, botën e realitetit shpirtëror, ju nevojit një lindje shpirtërore. Dhe kjo lindje shpirtërore është vepra e frymës së Shi. Jezusi përgjigjet në vargjet 5 dhe 6. Në të vërtet, po të them, nëse dikush nuk ka lindur nga uji dhe nga fryma, nuk mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Çka lindur nga mishi është mish, çka lindur nga fryma është frymë. Edhe një herë Jezusi ja tregoi vëmendjen, duke thënë me të vërtet. Dhe më pas ai përdor dy fjalë të forta dhe përjashtuese. Nëse nuk, ti nuk mund. Për të treguar se nuk ka rrugë tjetër. Ai deklaroi diçka të ngjashme në Luka 13, kur le lexojmë në vargun 3, dhe thotë, por nëse nuk pendojnë, të gjithë do të vdisnin në të njëjtën mënyrë. Të sqarojmë pak këtë pasazh. Disa mendojnë se uji i referohet lindjes sonë fizike, sepse ne notonim në ujë 9 muaj përpara se të lindim, dhe të lindësh nga fryma i referohet lindjes sonë shpirtërore. Edhe mundet, sepse në kontekst vetë vargut, bën kuptim, ka disa të tjerë që mendojnë se ky varg i referohet pagëzimit,
Në fakt, kjo bie poshtë kategorikisht, sepse nga shumë vende në Bibël, dhe ne dim që parimi bazë i interpretimit të Biblës është nga vetë Bibla. Për shembull, në 1 Korintas 1:17, Pali shkruan sepse Krishti nuk më dërgoi të pagëzoj, por të predikoj ungjillin. Ose ne dim ai keqbërësi në kryq, kur Jezusi po kryqëzohej. Por unë besoj që uji për të cilin flet Jezusi këtu simbolizon pastrimin që vjen nga fryma e shenjtë. Unë besoj që në kontekstin e pasazhit të gjerë, që ne po lexojmë dhe Jezusi flet, duke pasur përballë një njeri të ligjit, të mirë arsimuar në shkrimet e shenjta, Jezusi po referohet te Ezekieli 36, vargu 25 deri 27. Një fragment që Nikodemi duhet ta kishte mësuar shumë mirë dhe duhet ta kishte shumë të njohur. Dhe fjala e Zotit thotë do t'ju spërkas me ujë të pastër dhe do të jeni të pastër. Do t'ju jap një zemër të re dhe një frymë të re do të shtihet brenda jush. Do të shtihet frymën time brenda jush. Në Titi 3 vargu 5 ne lexojmë: ai na shpëtoi jo me anë të veprave të drejta që ne bëjmë, po sipas mëshirës së tij me anë të larjes së rilindjes dhe të ripërtëritjes së frymës së shenjtë. Motra dhe vëllezër, përpjekja për të pastruar veten nuk funksionon, sepse mishi ynë është i rënë, është mëkatar, dhe nuk mund të arrijë fryte të qëndrueshme. Vetëm fryma e shenjtë mund të ndikojë në ndryshime të përhershme. Nuk ka të bëjë me rregulla fetare, sepse asnjë nga këto nuk mund t'ju jap një zemër të pastër dhe një frymë të re. Dhe Jezusi, për të siguruar që Nikodemi nuk e keq kuptoi këtë të vërtetë që vetë Krishti po shpallte, shton dhe një tjetër pikë çuditëse në vargun 7. Mos u çuditi, thot Jezusi, që të thash, duhet të lindni përsëri. Edhe në fakt, po të imagjinosh Nikodemi, do të qenë shumë i çuditshëm, si i çuditur. Ka mbetur gojë hapur e thot, çfarë thot ky? Patjetër që ka pas një fytyrë të habitur. Dhe Jezusi thot duhet të lindni përsëri. Ky është një urdhër i fortë, që është universal, është i detyrueshëm dhe është absolutisht i nevojshëm. Lindja e re, rilindja, nuk është opsionale për asnjërin prej jush, asnjërin prej nesh. Jezus nuk tha, unë të rekomandoj o Nikodem të lindësh përsëri, se mirë do ishte. Nuk tha, mendoj se do të ishte një ide shkëlqyer të përpiqesh që të lindësh përsëri, por Jezusi përdori gjuhë urgjente të një urdhri të fuqishëm. Duhet të lindësh përsëri nëse do të hysh në mbretërinë e Perëndisë. E përveç kësaj, këtu lexojmë që fjala është në shumës, duhet të lindni, thotë përsëri. Që të thotë se ky mesazh nuk është për Nikodemin vetëm. Ky është për secilin prej nesh. Dhe të më imagjinoni kujt po ja drejtonte Krishti këto fjalë, jo në një person imoral, por njëri prej njerëzve më fetar të kohës së tij. Sipas të gjitha standardeve njerëzore, Nikodemi ishte një njeri shumë i mirë me termat njerëzor. Dhe sigurisht një njeri që ne do ta admironim për kushtimin e tij ndaj Zotit. Edhe megjithatë, Jezusi tha, duhet të lindësh përsëri. Nëse ai kishte nevojë të lindte përsëri, çfarë ndodh me ty dhe me mua?
A ka ndonjëri prej jush të njëjtën prejardhje fetare si Nikodemi, apo përkushtim si Nikodemi? E megjithatë, unë e dyshoj. Pali, fariseu. Do lexoj çfarë ai shkruan në Filipian kapitullin 3. Dhe kjo që do lexoj është fjala e Perëndisë dhe në fakt më zgjedh më shumë se sa dhe më saktë sa fjala e Perëndisë e përshkruan situatën. Ai shkruan në Filipianët 3. Megjithëse unë kam përse të besoj edhe në mishin, thot Pali. Nëse ndonjë mendon se ka përse të besoj, unë kam më shumë, thot Pali. U rrethpreva atë 8 ditë. Jam nga kombi i Izraelit, nga fisi Benjaminit, hebrej nga hebrejt, dhe sipas ligjit fariser, sa për zellin, për ndjekës i kishës, përsa i përket drejtësisë, që është në ligj, i paqortueshëm. Po për gjërat që më ishin fitim, të gjitha këto lart, i konsiderova për shkak të Krishtit humbje. Dhe me të vërtetë i konsideroj të gjitha këto një humbje në krahasim me vlerën e lartë të njohjes së Jezu Krishtit. Zoti tim, për shkak të cilit i humba të gjitha këto, dhe i konsideroj si ple që unë të fitoj Krishtin. Dhe të gjendem në të, duke pasur jo drejtësinë time që është nga ligji, por atë që është nga besimi në Krishtin. Drejtësia që është nga Perëndia me anë të besimit. E vërteta është se ne jemi shumë pak fetar se sa ishte Nikodemi, dhe nëse ai kishte nevojë të lindte përsëri, është shumë e sigurt që edhe ne kemi nevojë të lindim përsëri. Dhe unë kam një pyetje. A ke lindur përsëri? Dhe pyetja ime nuk ka të bëjë a je antar i kishës, nuk ka të bëjë a je pagëzuar, nuk ka të bëjë sa besnik je në të dhjetën e Zotit. Pyetja ime nuk ka të bëjë a merr pjesë në takimet e javës apo jo. Nuk ka të bëjë sa i moralshëm je në jetën tënde personale. Sepse të gjitha këto vijnë natyrshëm kur ti je i rilindur përsëri. Në fakt Nikodemi kishte të gjitha këto, por Jezusi tha duhet lindesh përsëri. Dhe në fakt nuk je pjesë e kishës derisa të lindesh përsëri. Nuk je besimtar derisa të lindesh përsëri. Duket e rënd, ndoshta, duket e ashpër, por nuk e them unë. E thot Jezusi. Nëse duam të shikojmë mbretërinë e Perëndisë, nëse duam të jemi në parajs, duhet të lindim përsëri. Nëse nuk duam të shkojmë në parajs, nuk do ta shohim mbretërinë e Perëndisë. Nikodemi ishte një njeri mirë sipas standardit fetar, njerëzor, në sytë e njerëzve. Ai njihte ligjet e Perëndisë, por ai nuk e njihte Perëndin vet. Ai nuk dallonte kush ishte Jezusi. Sepse një besimtar ka një marrëdhënie personale me shpëtimtarin e tij. Dhe shembulli i Nikodemit na kujton se të qenit i mirë sipas ligjit nuk mjafton, sepse nuk ka të bëjë me rregulla, por me frymën e Perëndisë. E gjithë kjo duket paksa misterioze, në fakt. Si funksionon kjo në të vërtetë? Po si shpëtohet dikush? Shikoni vargun tjetër. Era frym ku të dojë dhe ti ja dëgjon zërin thon Jezusi, por nuk e di nga vjen as ku shkon. Kështu është me çdo njeri që lind nga fryma. Në greqisht në origjinal është era dhe fryma janë një njëjta fjalë. Tani në një mënyrë të ngjashme fryma e shenjtë fryn kudo që dëshiron, duke bërë që disa të lindin përsëri.
Ne nuk mund ta shohim atë. Por me siguri mund ta ndjejmë, ne mund ta shikojmë ndikimin e saj në jetën tonë. Ndikimin e frymës në jetën e besimtarit. Ne shikojmë transformimin në jetën e njerëzve që fryma bën. Ne shikojmë në mënyrë reale ndikimin e frymës në jetën e një besimtari të rilindur. Një besimtar është një krijesë e re. Ja, gjërat e vjetra ikën, shkuan. Çdo gjë u bë e re. Dhe pyetja natyrale që kujdo mund t'i vitë në mendje, por dhe që Nikodemi vjen i habitur. Po si mund të ndodhin këto gjëra? Motra dhe vëllezër, fryma e shenjtë nuk na thot, nuk është ajo që na thot fjalët e Ungjillit. Është fjala e shenjtë e Perëndis që na njeh me të vërtetën e Ungjillit, të lajmit të mirë. Dhe është fryma që na bind për mëkat dhe na shpëton duke na rilindur. Ne kemi nevojë të dëgjojmë Ungjillin, të dëgjojmë këtë lajm të mirë, që është lajmi mirë shpëtues, dhe këtë e dëgjojmë nëpërmjet fjalës së Zotit, Biblës, ku shkojmë dhe lexojmë. Kur dikush e predikon, që ne të besojmë. Romakët 10 vargu 17. Besimi pra vjen nga dëgjimi, dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndis, shkruan Pauli. Ajo çfarë mësojmë është që besimi është një punë e frymës së shenjtë në rilinjen shpirtërore. Në Efesianët 2:8, Pauli shkruan: ju në fakt jeni të shpëtuar me anë të hirit nëpërmjet besimit, dhe kjo nuk vjen nga ju, por është dhuratë e Perëndis, jo nga veprat, që të mos mburret askush. Ne rilinim nga fryma e shenjtë, që është një punë e Perëndis, që na sjell në besim. Po si? Duke dëgjuar fjalën e Perëndis së gjallë, duke dëgjuar lajmin e mirë të Jezus Krishtit. Për këtë flet dhe Pjetri te letra e parë e tij. Ne lexojmë dhe 1 Pjetrit, kapitulli 1 vargu 23, sepse jemi ringjizur jo nga një far që prishet, por që nuk prishet, nga fryma, me anë të fjalës së Perëndis së gjallë që mbetet për jetë, duke dëgjuar fjalën. Vijmë në besim. Ju mund të pyesni natyrshëm. Po mirë, po unë çfarë duhet të bëj tani? Por ku qëndron puna ime në gjithë këtë situatë? Puna ime e shpëtimit, kam ndonjë gjë në dorë? Jo. Ti nuk bën asgjë për të shpëtuar veten nga dënimi i mëkatit. Zoti bën. Prandaj erdhi në trajt njeriu, që atë që ti dhe unë nuk mund ta bëjmë, ta bëj ai. Ti je një mëkatar dhe shkyrja e mëkatit është gjaku, pra është vdekja. Pra që të rregullosh marrëdhëniet me Zotin, ti duhet të paguash mëkatin tënd dhe duhet të vdesësh. Por Perëndia në hirin dhe në mëshirën e tij të madhe, në dashurinë, erdhi në formë njeriu, Zoti Jezus, tiq në atë kryq në vendin tënd. Në vendin tim, që ne të marrim faljen duke u besuar dhe duke ndjekur atë si Zot e shpëtimtar. Dhe si mëkatar, ti ke nevojë të pendohesh. Të përuresh në gjuhë zemrën tënde krenare dhe mëkatare. Dhe ti dorëzosh jetën tënde Jezusit. Besimi i vërtet është një transformim që Zoti bën nga brenda, domethënë nga zemra. Veprat e mira vijnë natyrshëm kur ti je një besimtar. Por nuk vijnë, ti nuk bën vepra të mira si qëllim për të pëlqyer Zotit dhe për të fituar pikë me të. Por kur ti ke një transformim të brendshëm, ti bën veprat e mira natyrshëm për të nderuar, për t'u bindur Perëndis tënd, për atë çfarë ai bëri për ty. Dhe çfarë ai mori në trupin e tij për ty. Për transformimin që ai na dha.
Një zemër hipokrite është e kalbur nga brenda. Është tradhtare, por një zemër e rilindur është e përullur, është e bindur dhe është vepruese ndaj fjalës së Zotit. Dhe unë do ta mbyll me të njëjtën pyetje. A je rilindur ti përsëri? Zoti na beqoft.